Vetëm 2 banane në ditë I japin lëmë të mirë çdo problemi. Ja sekreti si ti konsumoni. Shumica e njerëzve nuk kanë kohë për të ngrënë shëndetshëm dhe kështu preferojnë të hanë më shumë ushqime të shpejta sesa të shëndetshme, përderisa konsumi I frutave dhe perimeve e lënë pothuajse krejt anash. Shkencëtarët dhe nutricionistët nuk kanë të qartë pse shumica e njerëzve preferojnë ushqimet e shpejta, kur dihet se ushqimet të cilat na dhurojnë ushqyes natyral të nevojshëm për funksionet më të mira të sistemit trupor nuk konsumohen. Bananet janë një shembull I mirë. Ato janë shumë të shijshme dhe të shëndetshme për shkak se përmbajnë substanca të mira për shëndetin tonë. Nutricionistët thonë se vetëm një muaj pasi të keni ngrënë 2 banane në ditë, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Shëndeti juaj do të përmirësohet të dukshëm. Ja pse. Bananet përmbajnë shumë pak sodium, por përmbajnë shumë kalium, I cili është I domosdoshëm për rregullimin e shtypjes së lartë të gjakut dhe shëndetin e zemrës. Ulëntuesit kanë gjetur se konsumi I përditshëm I bananeve mund të reduktojë riskun nga sulmi në zemër deri në 40%. Nëse keni probleme me sistemin e tretjes si kapslëk për shembull, hani pak banane. Ato janë një burim I shkëlqyer I fibrave dhe shpejt do të zgjidhni problemin tuaj me zorrët. Nëse ndiheni të lodhur dhe të dobët, bananet do të sigurojnë energjinë e nevojshme dhe ato janë një zgjedhje e duhur para ushtrimeve. Atletët I mbajnë ato në çantë rregullisht për t'i ngrënë para ushtrimeve. Nëse trupi juaj ka nevojë për hekur, bananet mund t'ju ndihmojnë të dukshëm në këtë aspekt. Substancat që gjenden te bananet stimulojnë prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe hemoglobinës dhe në mënyrë të konsiderueshme ndihmojnë njerëzit anemik. Bananet janë shumë të mira kundër kolitit, gjithashtu kollës dhe dhimbjeve tuaja të fytit. Ato janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese dhe mund të konsumohen rregullisht në dietën tuaj. Për sa kohë I konsumoni, përgatituni të merrni përfitime të larmishme në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe në parandalimin e një sër komplikacionesh. Ekspertët thonë se bananet janë një përzgjedhje e duhur ushqyese dhe si të tilla duhet të konsumohen në mënyrë të rregullt. Sipas një rishikimi të vitit 2017 në Nutrition Bulletin, bananet përmbajnë nisë të rezistente, e cila punon për të rritur prodhimin e acideve yndyrore me zinxhir të shkurtër, thelbësore për shëndetin e zorrëve. Pra, ne mund të falenderojmë bananen për stabilizimin e zorrëve tona dhe sigurimin e lëndëve ushqyese për mikrobiomën tonë. Këto janë disa mënyra të mahnitshme për të ngrënë një banane çdo ditë. Ato ju ndihmojnë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Një përfitim që nuk nënvlerësohet kur, ngrënia e bananeve çdo ditë mund të na ndihmojë të arrijmë objektivat tona për të humbur kilogramët e tepërt. Të mbushura me fibra dhe proteina, bananet ju mbajnë të ngopur për më gjatë, pavarësisht se janë pak më shumë se 100 kalori në një copë. Ato madje shtyhen edhe në listën e Healthline të 20 ushqimeve më miqësore me humbjen e peshës në planet. Pra, herën tjetër që jeni në dyqanet ushqimore, sigurohuni të merrni edhe bananet. Kur mendoni për ushqimet që përmirësojnë lëkurën, ju ndoshta mendoni për salmonin, avokadon dhe ndoshta arrat, por bananet mund të ndryshojnë lojën kur bëhet fjala për shëndetin e lëkurës, e gjitha për shkak të vitaminave dhe mineraleve në banane, veçanërisht mangani që rrit nivelin e kolagjenit. Pavarësisht se cilat janë vështirësitë e lëkurës suaj, aknet, rrullat, lëkura e thatë, ngrënia një banane në ditë mund ta ndihmojë dukshëm atë. Healthline madje sugjerojnë se një mask për fytyrën me banane mund të ndihmojë për ta bërë atë edhe një zgjidhje mjaft të mirë kundër këtyre shqetësimeve. Gjithashtu bananet do të përmirësojnë nivelin tuaj të energjisë trupore, sidomos kur hahen përpara ose pas tërvitjes. Bananet mund të jenë të dobishme në rritjen e niveleve tuaja të energjisë dhe t'ju mbajnë të ngopur dhe të mos ndiheni të lodhur gjatë gjithë ditës. Rezultatet e një studimi të Plus One në vitin 2012 mbi atletët meshkujt zbuluan se ato që mbushnin karburant me një pije sportive çdo 15 minuta, në krahasim me ata që hanin një banane dhe pinin ujë, performanca e këtyre të fundit ishte më e mirë dhe gjithashtu performonin më mirë në distanca të gjata.
Prandaj, kishte një lidhje të drejtë midis ngrënies së një banane dhe rritjes së niveleve të energjisë në performancën trupore. Ju do të përmirësoni shëndetin tuaj të syve. Nuk po flasim vetëm për karotat, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit. Bananet përmbajnë vitaminën A, e cila funksionon për të bërë 3 gjëra: për të mbrojtur syt, për të mbajtur shikimin normal dhe për të përmirësuar shikimin gjatë natës. Pra, nuk ka nevojë të teproni me konsumin e karrotave dhe të riskoni që lëkura juaj të kthehet në portokalli. Në vend të kësaj, mënyra më e mirë për të marrë elementet për shëndetin e syve është edhe konsumi i frutit të bananes, shumë i rëndësishëm në këtë aspekt ushqyes. Me konsumin e bananes, ju do të merrni një rritje të niveleve të kaliumit, i cili mbështet shëndetin e zemrës. Bananet janë të njohura për kaliumin e tyre, por edhe për elementet ushqyes që ndihmojnë në forcimin e zemrës. Kështu që ngrënia e një banane në ditë mund të çojë në një zemër të shëndetshme. Shumica e njerëzve nuk konsumojnë mjaftueshëm kalium në dietën e tyre, gjë që shpesh mund të ketë ndikime të drejtpërdrejta në kontrollin e presionit të gjakut dhe në komponentë të tjerë të shëndetit të zemrës. Për këtë, Healthline shpjegon se një dietë e pasur me kalium, duke ngrënë pra një banane çdo ditë, mund të ulë riskun e sëmundjeve në zemër me 27%. Pra është koha që të shtoni këtë frut të preferuar në rutinën tuaj ditore. Shtimi i bananeve në dietën tuaj do t'japë gjithashtu rezultate fantastike ushqyese në dobi të organizmit. Banania është një nga ushqimet më të njohura në botë, e konsumuar çdo ditë nga miliona njerëz dhe shpesh e promovuar si snaku i pëlqyer dhe i shëndetshëm. E lirë, e lehtë për t'u transportuar dhe natyrshëm e ëmbël, banania është një frut i shitur dhe i lidhur ngushtë me formën fizike, shëndetin kardiovaskular, tretjen e mirë dhe furnizimin e menjëhershëm në energji. Megjithatë, vitet e fundit, ajo ka hyrë në shinjestrën e kritikëve. Disa e konsiderojnë në tepër të ëmbël, të pasur me niseshte ose potencialisht problematike për nivelet e sheqerit, por konsumi i saj me maturi dhe brenda normës lejuar sipas ekspertëve është përzgjedhja më e mirë ushqyese që mund të ndërmerrni për organizmin tuaj edhe në marrjen e vlerave të saj ushqyese. Ekspertët e cilësojnë bananen si një prej frutave më të mirë ushqyes në ndihmë të organizmit. Ekspertët thonë se konsumi 2 bananeve në ditë do të furnizojë trupin me 900 mg kalium, që i bën mirë zemrës, mirëmban tensionin e gjakut dhe nivelet të shëndetshme. Sipas tyre, balancat mes kripës dhe kaliumit janë të nevojshme për të mbajtur nën kontroll tensionin e gjakut. Nivelet e larta të vitaminës C që përfitoni nga ngrënia 2 bananeve në ditë do të fuqizojë sistemin imunitar dhe minimizon riskun e sëmundjeve. Bananet janë një frut i mirë për shëndetin e stomakut dhe shëndetin tretës, për shkak të kaliumit që ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të elektroliteve. Bananet përmbajnë fibër, por edhe sheqer. Pavarësisht niveleve të larta të këtij të fundit, fibra do të balancojë përthithjen e tij në organizëm. Ekspertët thonë se ngrënia e 2 banane në ditë për një mënyrë më të mirë ushqyese është e mirë edhe për shëndetin e zemrës. Megjithatë, kjo sasi nuk është e rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga diabeti. Ka njerëz që shqetësohen se duke ngrënë banane mund të teprojnë me dëmet e shëndetit, sidomos në aspektin e kaliumit. Megjithatë, ekspertët shpjegojnë se bananet janë të mira dhe mund të ofrojnë për trupin tuaj edhe një performancë më të mirë ushqyese. Ekspertët thonë se ato janë të mira për shëndetin e zemrës. Kaliumi është jetik për shëndetin e zemrës, veçanërisht për menaxhimin e presionit të gjakut. Pra, bananet janë një burim i shkëlqyer, ndërsa një dietë e pasur me kalium ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Për më tepër, sipas ullumtimeve të kaluara dhe studimeve të kafshët, njerëzit që konsumojnë mjaftueshëm kalium kanë deri në 27% më pak risk që të vuajnë nga problemet e zemrës. Bananet janë të pasura plot me antioksidant. Frutat dhe perimet janë burime të shkëlqyera të antioksidantëve dietik dhe bananet nuk bëjnë përjashtim. Ato përmbajnë disa lloje të antioksidantëve të fuqishëm, duke përfshirë flavonoidet dhe anemin. Këto antioksidant janë të lidhura ngushtë me përfitimet të mira shëndetësore për shëndetin tuaj dhe reduktimin e këtyre komplikacioneve, citojnë Healthline. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.